Për ditën e dytë të rresht, Partia Demokratike del në konferencë zyrtare për shtyp vetëm kundër një kandidati, kundër meje. Duket se i ka zënë frika se çfarë do ta gjejnë nesër aleancën e antishqiptarisë kombëtare të madhe madhështore, kur të gjendet përballë meje në foltoren e kuvendit të shqiptarëve. Doli sot zëdhënësi e vendës dhe tha që Ardit Bido nuk ka dhënë dorëheqjen, duhet që KQZ-ja ta përjashtoj. Nuk më përjashtoni dot me teknikalitete, sepse ju nuk dini të lexoni ligjin. Ju nuk dini që të kërkoni dhe të shihni dokumentacion. Ligji për nëpunësin civil përcakton se titullarët e institucioneve pezullohen me akt të Departamentit të Administratës Publike. Po të doni, e kishit parë në KQZ që ky akt ekziston prej datës 12 mars. Si njeri i përgjegjshëm, pak para këtij akti, delegova kompetencas siç e parashikon ligji te zëvendës drejtori i përgjithshëm deri në kthimin në detyrë të titullarit, qofsh ai unë, qofsh dikuj tjetër. Por kur ekspertizën ligjore, ekspertizën ekonomike, ekspertizën e të gjitha fushave e merr nga njerëz të cilët janë me brum të lartë intelektual si Fredi Beleri, tu do të përfundosh. Doktor, të lutem, ditë e dytë, mos dil më bllok. Mos dil më bllok. Do të shihemi në parlament dhe do të flasim përballë, ashtu siç na takon. Një njeri i cili nuk i fshihet pas gishtit asnjë të vërtete dhe një njeri i cili ndryshon qëndrimet sipas interesit të radhës. Shihemi në kuvendin e shqiptarëve.